Bizneset në zonën A në kryeqytet paguajnë më shumë taksa për zënien e hapësirës publike sesa bizneset në disa zona turistike të qyteteve europiane. Aktualisht për 1 metër katror hapësirë publike të zënë në zonën A në kryeqytet, tek zona e ish bllokut, një biznes duhet të paguajë 1500 lekë në muaj, referuar kursit të këmbimit të Bankës së Shqipërisë. Kjo taks përkthehet në 130 euro në vit. Krahasuar me disa qytete në Itali, taksa që paguajnë bizneset në zonën e ish bllokut në Tiranë për zënien e hapësirës publike rezulton më e lartë se taksa që paguajnë bizneset në disa qytete të Italisë. Aktualisht, në Piazza di Uomo të Milanos, që është një simbol i këtij qyteti dhe një zonë që vizitohet nga turistë të shumtë, kjo lloj takse është më e ulët. Konkretisht, zënia e 1 metër katror hapësirë publike atje kushton 118.9 euro në vit bizneseve. Kjo pavarësisht faktit se çmimi i produkteve që tregtohet nga bizneset në Milano është disa herë më i lartë se i atyre që tregtohen në Tiranë. Konkretisht, nëse një biznes në Tiranë e shet një kafe ekspres për 1 euro, i njëjti lloj biznesi në Piazza di Uomo në Milano e shet një kafe ekspres për 7 euro. Pra, edhe pse një biznes në zonën e ish bllokut në Tiranë fiton më pak, ai paguan më shumë taksa sesa në Milano, ndërsa krahasuar me zona të tjera të disa qyteteve italiane, taksa për zënien e hapësirave publike rezulton më e ulët në Tiranë. Nëse bëjmë një krahasim me kryeqytetin italian në Romën, zënia e 1 metër katror hapësire publike nga bizneset në Piazza Navona dhe Piazza del Popolo kushton 188.91 euro, pra bizneset në këto zona të Romës paguajnë rreth 58 euro më shumë sesa bizneset në zonën e ish bllokut në kryeqytetin shqiptar. Kjo lloj takse që aplikohet aktualisht për bizneset në zonën e ish bllokut është rritur 10 fish krahasuar me taksat e mëparshme të Bashkisë së Tiranës. Më parë një biznes në këtë zonë paguante 150 lekë në muaj për zënien e 1 metër katror hapësire publike. Taksat për zënien e hapësirave publike nga bizneset në Tiranë janë rritur disa herë me ndryshimet e bëra me miratimin e buxhetit të bashkisë në fund të muajit dhjetor 2015. Paketa e re fiskale parashikon që taksat që do të paguajnë bizneset të jenë të ndryshme sipas zonave, ndërsa më parë taksa ka qenë unifikuar. Çdo biznes paguante 150 lekë të reja në muaj për 1 metër katror hapësirë publike të zënë. Aktualisht, zënia e 1 metër katror hapësire publike i kushton bizneseve nga 1500 euro në muaj në zonën A deri në 200 lekë në muaj në rrethinat e Tiranës, si në Bërzhit, Baldushk e të tjerë. Po t'i referohemi të dhënave të tarifave të taksave në qytete të ndryshme të Italisë, rezulton se Palermo dhe Bari kanë tarifa sa 1/3 e Tiranës, ndërsa në Padova tarifat shkojnë në 75 euro, pothuajse sa gjysma e kryeqytetit shqiptar me 130 euro. Po ashtu, krahasuar me qytete të mëdha në Itali si Roma, taksat janë rreth 60 euro më pak, ndërsa me Bolonjën rreth 80 euro më pak në Tiranë.